Sure dhe ajete na ruaj nga sirri, msyshi dhe vejse, dhe si këshillohet të përdorim ato në jetën e përditshme. Pa dyshim, ajetet, surët që na mbrojnë nga msyshi, nga magjia, janë disa përfillestori kisha treguar, dhe për ata që i dinë ato, se ka edhe detaje, ka ajete, për shembull, Kalem 51-52 është për mësysh. Për shembull, ajeti Kalem 51-52 wa in yakadu alladhina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dhikrun lil alamin. Ata me shiqimet e tyre gati sa nuk të shkatrojnë, të rënojnë, po ti kundër përgjigju me fjalën e të lumit të Allah, me fjalën e Allahut, si ti bojkotosh ata, domethënë, të kesh kujdes dhe mbrojtja më e fortë sipas Islamit është surja Fatiha. Shërim dhe mbrojtje plot. Ajeti Kursi mbron nga shejtan deri në mëngjes dhe mbrëmje, siç e treguam. Surja Felek mbrojtje nga magjistarët, ziliqarët. Surja Nas mbrojtje nga vezvezet, nga njerëzit, smirxhit. Dy ajetet e fundit surës Bekare, amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun ila al-akhir al-aya. Surja Bekare, pejgamberi Islam ka thonë në një shtëpi që lexohet surja Bekare, ose amana ar-rasul, që janë dy ajetet e fundit surës Bekare, aty mo shejtani s'ka punë, largohet, s'ka vend më aty. Dhikri mëngjesit dhe akşamit, mburoja më e fortë pra është kjo, dhikr mëngjes dhe mbrëmje. Për shembull thon la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ose me thon ajetin Kursi, siç e tham, ose me thon kul a'udhu bi rabbil falaq dhe nas, kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 herë kul huwa Allahu me lexue, është si me lexu gjysën e Kuranit. Sa është këtë njëshmëri e Zotit, është këtë wahdania. Dhe pastaj dhikr, sa më shumë subhanallah, elhamdulillah, Allahu ekber, astaghfirullah, lutje, këndim Kurani, ma aty s'ka vend. A kupton ajo shejtani. Kjo është. Faleminderit. Kjo është të gjitha përpyetje. Faleminderit edhe shikuesve që na keni përcjellur dhe ju uroj një ditë të mbarë.